Komisioni Evropian I ka kërkuar transportuesve të Ballkanit Perëndimor të përdorin mekanizmat ekzistues ligjor për hyrje në zonën Schengen. Brukseli thotë se I kupton problemet e shoferëve, por rregullat vlen për të gjithë dhe nuk ka përjashtime. Balkan's partners are encouraged to make use of the provisions for long-term visas and residence permits or the flexibility foreseen under the Schengen rules, notably as regards the rules for cross-border workers. Transportuesit pas mesazhit nga Brukseli shohin shpresë në takimin e dytë të grupit punues më 23 shkurt dhe shpresojnë të bindin BE-n se shoferët nuk mund të trajtohen si turist apo migrant. Блокадата дали активна или пасивна е блокада. Меѓутоа, она што го гледам по продавниците деновиве и недостаток на многу стока, веќе покажува дека имаме проблеми на секое ниво, затоа што превозите се забавени. Што значи, кога немаш многу активни возачи, многу помал број на возила се движат и допремуваат репроматеријали и стока за широка потрошувачка. Nuk dihet nëse do të ketë protesta apo bllokada në kufi. Muratovska thotë se çdo vend do të vendos vetë, por vendosin edhe transportuesit që ajo përfaqëson. Si masë e përkohshme, transportuesit kanë propozuar që ditët e kaluara në tranzit të mos numërohen për të shmangur vulat e zeza sipas rregullit 90 ditë brenda 180 ditëve.